bakshishe kam fituar gjithsej. Po do kishe shërbyer në disa tavolina, do kishe fituar më shumë para. Hej, po provoja unë. Këta njerëz mendojnë se mund të vinë këtu të na urdhërojnë dhe ne duhet të... Po përse gjithmonë më ndodhin mua këto gjëra? Çfarë gjërash, Zoe? Si është puna? Po, puna është se Marku më ka ftuar në një fest bamirësie me ata të skuadrës nesër. Po ç'të keqe ka? Pse nuk të pëlqen më? Jo, më pëlqen, vetëm se nuk kam asgjë për të veshur. I kam harxuar lekët që mje familja edhe babi nuk mund të më ndihmoj. Thotë që duhet jem e përgjegjshme. Hej, ndoshta të jep Korina ndonjë nga fustanet e saj për atë natë. Besoj se kam ndonjë gjë të përshtatshme. Të lutem më ndihmo, Korina. Je shoqja ime më e mirë që kam pasur ndonjëherë. Po, në rregull atëherë. Isn't the path we choose, but there's so much we could lose. Team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, cause it's not too late. We could save the day if we collaborate. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Fakti që ke ardhur të kërkosh fustan, por përse kanë ardhur edhe këto me ty? E po, menduam të vinim edhe ne që Zoe të mos bënte ndonjë gaf mode ose diçka të tillë. Apo jo? Po. Mirë, por mundoni të mos më vini në siklet. Në rregull, shkojmë të gjejmë fustanin. Po! Çfarë të merri? Erdha në shtëpi? Oh, jo. Kjo që nga vërtet e mrekullueshme. Ti jetoke si princesh. Mi mbrëma, Zonjusha, mi se erdhe në shtëpi. Kam sjell disa shoqe me vete. Mi mbrëma. Zoti madh, sa të sjellshme që nga shoqet e tua. Ky Korina, sa i mirë që gjën nga. Sa djalin drejtur që duket. Mos është gjë vëlla yt ai, të ngjante shumë. Sergio, këto janë shoqet e mia. Përshëndetje, ju lutem të më falni. Natën e mirë, zoti Sergio. Me që po flasin për mbrojtje. Zoe, po mendon me zë të lartë. Ejani. E po, këto janë, merë që të duash. Seriosisht e ke? Ky dollap që nga shumë i madh se i prindërve të mi. Gjithçka që nga shumë e lezetshme. Nuk e di nëse janë masa ime apo jo. Korina? Patjetër. Merre, është ngjyrë që të shkon, Zoe. Edhe unë kështu mendoj. Mendoj se është më i përshtatshëm. Me qira fjala, si ka mundësi që nuk na kishe thënë që kishe një vëlla? Besoj se më ka dalë nga mendja. Pastaj vitin tjetër ai do shkojë në kolegj. Wow. Vëbasi do të marrë shumë malli për te. S'kemi ardhur këtu që të diskutojmë për tim vëlla. Tani që e gjete fustanin që doje, do doja të darkoja nëse nuk e ke bezdi. Më fal. Zonjush Korina,
Po? Mendova se mos ndoshta doni të darkoni me shoqet tua e sonte. Kemi vënë pjata shtesë në dhomën e ngrënies. Oh, s'ka problem, nuk do t'jetë nevojshme. Është koha për të ngrënë. Jam pak e uritur. Shpresoj që t'ju pëlqej menuja, vajza. Duket e shijshme, por ç'është kjo? Rosto deri me salcë nga palca e mishit të lopës e pjekur pak me bim artiçoku dhe me specialitetin e gatimit supë me lëng shpargu dhe përmbëlsirë kemi kek me lëng leshtri dhe me leshtri të freskëta sigurisht. Po prindrit e tu, Korina, nuk do vinë ata të darkojnë me ne? Sikur nuk I kam takuar kur ata. Kam frikë se baba I Korinës ka një dark me disa klientë të huaj dhe nëna e saj ka një mbrëmje bamirësie sonte do vim vonë në shtëpi. S'mendoni se mund të flasim për diçka tjetër përveç familjes time? Shumë mirë atëherë dashur. Besoj se I ke ftuar shoqjet e tua të mrekullueshme për recitalin e baletit nesër pasdite. Do me thënë, ti ke një recital baleti nesër, Korina? E çuditshme, pse nuk na ke thënë? Jam e sigurt që Korinës do I bëj shumë qefi nëse shkoni. Fundja ka punuar shumë për këtë recital dhe shumë I rëndësishëm për të. Sigurisht që do shkojmë. Më mirë të mos shqetësoheni, s'është ndonjë gjë e madhe gjithsesi. Tani po tregohesh modeste. Gjithmonë ke qenë mjaft e turpshme që t'i ftoj njerëzit të ndiqnin performancat e tua, apo jo e dashur? Se kuptoj pse. Je shumë e talentuar. Jam e sigurt që prindët e tu do t'ishin shumë krenar. S'më intereson, mos guxo të ftosh mamin dhe babin. Po përse e dashur? Ata s'kan ardhur kurrë në recitalet e mëparshme. Përse duhet të vinë tani? S'dua që të vijë asnjë. Dhe kjo është përfundimtare. Faleni zonjushën Korina për sjelljen e saj, ndonjëherë nxehet kur është shumë e stresuar. Si është puna me vëllain e saj? Kur ishin të vegjël, ajo me të vëllain ishin shumë të afërt, por me kalimin e moshës u ndan. Sergio u dërguar në shkollat më të mira, kurse Korina edhe pse ishte shumë e zgjuar, dukej sikur mbeti gjithnjë pasdore, e fshehur vazhdimisht pas hijes së vëllait. Jani zoti Sergio, do të bëheni vonë për ditën e parë të shkollës. Come on and dance another day. If you could trust yourself to see, and if you could give. S'ke për ta besuar, mos lodhën mua si soliste, Sergio. Ku do rritesh, Korina? Nuk po e tepron pak me këtë punën e këndimit? Vetëm prit, Sergio. Një ditë do bëhem e famshme, do e shohësh. Know that you would come back again. Do jemi vetëm ne të treja. Korina e ka bërë pushim për provat e fustanit. Unë jam menduar. Po sikur ta çojmë vëllain e Korinës në recitalin e saj. Mund ta befasojmë. Kjo nuk do të ishte ide mrekullueshme? Ide mrekullueshme, a? Sigurisht që mund të jetë një sfidë, por kjo nuk na ka ndaluar kur më parë. Unë them që ta bëjmë. Po Zoe, mendova se do shkojë tek ajo festa e bamirësisë me Marku nesër. Harrova festën! Të lutem, mos u zemëro. Është tepër vonë për këtë pritet. Disi të qeta kanë qenë gjërat këtej. Nuk më pëlqen kjo gjë. Besoj se do ta kontrolloj më vonë zonën për çdo rast. Ç'kemi Mark, jam unë. Kam lajme të këqija. Duhet ta anullojmë takimin ton për nesër. Nuk ka as edhe një Zoj. Mos u shqetëso fare. Thjesht do të ketë një tufë moderesh që u duket vetja kush e di se çfarë, vetëm sepse janë në një skuadër. Mark, sa I mirë që je. Shpresoj që të sillesh kështu edhe kur të marrësh vesh unë jam një miau miau. Nuk mund ta mendoj këtë tani asnjëherë. Zoj? A je aty? Shihemi së shpejti atëre. Patjetër, naton. Mirë, tani të gjitha e dim se çfarë duhet të bëjmë, apo jo? Mbështetu tek unë, Zoe. Ka për të qenë qejf. Ta vëmë në jetë këtë plan. E drejt. Pa shiko, po pyes veten se ç'po kurdisin sot shoqjet tona.
që vodha nga agenda e ti, do të shkoj në leksion rreth orës 1. Qën ka afër. Nga kjo na mbetet vetëm një orë nga recitali. Zot, po Sergio duhet jetë shumë krenar për motrëzën e ti. Dado, do doja të rria vetëm për një moment. Sigurisht, do duhet kohë që të përgatitesh e dashur. Alo, Bridget? A vajte mirë në teatr apo jo? Aha, jam jashtë dhomës së saj të zhveshjes. E pash nga dera, po shikonte disa foto të vjetra, duke shumë e mërzitur. Kështu bën ajo, por duhet të fusim të vëllai në një farë mënyre. Ha? Që nga ai? Eja, duhet të nëzitojmë. Prit, ndaloje makinën. Duhet të flasim me Sergio, të lutem. Treqi, ata ikën. S'kemi që bëjmë, do t'i ndjekim me vrap. Në rregull, le t'i ndjekim. Shkojmë. Në rregull, Kiki, tani është rada jote. Këtë herë s'do të ikin lehtë. Për fije, ja me sonja. Jepi Zoi, jepi Zoi, jepi Zoi, jepi. Të lutem, tani duhet të më dëgjosh. Korina ka një recital kërcimi për një orë. Unë e di që ti e son, por me patjetër duhet t'jesh atje. A ti them shoferi që të ndërojmë rrugën? Nuk ka problem. Dhe basi nuk e ke ditur kur këtë, Sergio. Korina ka varur pas dollapit të saj një foto që keni dalë të dy kur keni qenë të vegjull. Ajo është e veshur me kostumin e baletit dhe ti që duar troket. Dhe jeni që të dy shumë të lumtur. Nuk është shumë vonë, Sergio. Nëse sikim tani, zoti Sergio, do bëhemi vonë për leksionin. Po. Jepi. Po, zotri. Hej, unë nuk isha varuar akoma fjalimin. Mirë, besoj se ta shtelbin. Ndoshta tani duhet që ti ikim. Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj. Sot jemi shumë krenar të paraqesim të diplomuarit e këtij viti të Akademisë të Baletit Fairview. Bridget! Çfarë ndodhi? Arrite të flasësh me të? Nuk e gjdor kur. O, sa të lodhura që i kam këmbët. Nuk e binda dot? Nuk ka kuptim fare kjo. Të paktën u mundove. E di. Nëse s'ka funksionuar, atëherë kush është ai? Unë mund të shkoj kur të dua në një leksion koti. Mirë, vajza, edhe 10 minuta dhe do shkëlqeni. Doma e saj e veshjes është atje. Qënë ti të, Sergio? Erdi tamam në kohë. Si është puna, Korina? Si e lumtur? Mendova se nuk doni të vinit, vajza. Për Korina. Dhe kjo vlen edhe për ty. S'duhet të kishin thënë të vije sot. Duhet të shqetësohesh për studimet dhe për të futur në një kolegj të mirë. Dakord, pra. Korina! Sergio! Theu! Kujdes, është një predasit! Çfarë është kjo gjë?
si do të mbaj në majtë të gishtave. Ti nuk së kur men! Jepi zogu, tregoj këtyre se si e bën piruetën. Kush ka thënë që puplat janë të buta? Sergio, më thuaj, a ndjesh mirë? Ja mirë, vetëm largo. Sergio! Kjo sa po vjen e bëhet me thjesht. Forca vajza mjau, pas drejtimit tim, kristali I fuqis! Shmërish! It's not how we dress or what we possess. From the very start, it was there in our heart. When we get together, we know what to do. 'Cause me plus you equals Mew Mew. We got the animal instinct. Nothing can stand in our way. We got the animal instinct. Change the world if we start today. We can change the world if we start today. We got the animal instinct. Stili mjau mjau, nuri mjau mjau. Në fytyrën tënde fuqia mjau mjau. Më erdhi një ide. E di se ç'ju duhet. Ju duhet një pjesëtare. Jepi Corina! Kujdes nga puplat e zeza, Corina! Mos u shqetëso! Merrem unë me këtë. Kam luftuar me diva të tilla edhe më parë. Jam kërcimtare. Le të bëjmë pak performancë para premierës. Shiqet zemër! Jam mirë, gati! Mirë, ikim! Drejt! Aha! Kiki, fillo ti e para! Hente taule! Gështinja luftimi! Valdeti në tokë, sul! Këmballu në shtryde! Fuqi e plot! Mirë, Corina, ec tani! Jemi mini mjau! Në fund ja dolëm! E po, mund të keni fituar këtë herë, por herën tjetër do t'ju duhet më shumë se sa lëvizje të bukura këmbësh. Ta, për tani. Ashtu, këtë do e shojmë së shpejti, qelë vësir! Bën mirë të ikësh tani, Sergio. Duhet të shqetësohesh për gjëra më të rëndësishme, siç është regjistrimi në një kolegj. Mban mend kur ishim të vegjël dhe unë mblidhja tufa të mëdha të tilla për ty, e po dua ta dish se nuk e kam harruar dhe se jam ende krenar për motrësën time të vogël. Sergio!